Ekonomia shqiptare gjeneroi gjatë vitit 2024 mesatarisht rreth 995 lekë për çdo orë pune, sipas një llogaritje të bazuar në të dhënat zyrtare të Instat për prodhimin e brendshëm bruto, punësimin dhe orët mesatare të punës. Të dhënat tregojnë se prodhimi i brendshëm bruto i vendit arriti në 2.5 trilion lekë, ndërkohë në të njëjtën periudhë numri i punësuarve në Shqipëri ishte 1.2 milion persona, e të punësuarit punuan mesatarisht 41.3 orë në javë. Bazuar në këto tregues, ekonomia shqiptare rezulton të ketë prodhuar mesatarisht rreth 995 lekë për çdo orë pune gjatë vitit 2024. OECD përkufizon produktivitetin e punës si raportin mes prodhimit të brendshëm bruto dhe numrit total të orëve të punuara gjatë një viti. Pra përllogëritja është bërë duke pjesëtuar prodhimin e brendshëm bruto me numrin total të orëve të punuara gjatë vitit sipas formulës së përdorur për matjen e produktivitetit të punës. Megjithatë, krahasimin ndërkombëtar e vendos Shqipërinë shumë larg ekonomive më të zhvilluara, sipas OECD-s, e cila mat prodhimin e brendshëm bruto për orë pune këtë herë përmes metodologjisë së barazisë së fuqisë blerëse, Shqipëria prodhon vetëm $17.6 ndërkombëtar për çdo orë pune. Në vendet më produktive të botës diferenca është shumë e madhe. Sipas OECD-s, Irlanda kryeson rënditjen me $151 të prodhuar për çdo orë pune, ndjekur nga Norvegjia me $132 dhe Luksemburgu me $125. Shtetet e Bashkuara prodhojnë $97 për orë pune, ndërsa Gjermania $88. Mesatarja e vendeve të OECD-s arrin në $71 për orë pune. Kjo mund të lidhet me nivelin e ulët të produktivitetit dhe me strukturën e ekonomisë shqiptare, ndërkohë që ekonomitë me produktivitet më të lartë mbështeten kryesisht në teknologji, industri të avancuar, automatizim dhe sektor me interes të lartë kapitali.